Dhe ky ka marrë përsipër atë i është dhënë, domethënë detyra për të qëndruar në krye të vendit dhe për të bërë dhe qoftë edhe ato deklaratat që bën ai, e kupton? Duke filluar që me deklaratën e talljes Trumpit apo me ironinë që përdorin në Angli, e kupton, në anglez ju përveshën keq, po pavarësisht se këtu kalon në teshtë gjëja. Dhe ajo që kam thënë që ky do t'i shesi gjithë, ky do shesi, domethënë, çdo njeri që ka, ky do ta shesi vetëm e vetëm për interes të tij, për të treguar që unë jam i pastër ndërsa këta që janë kumlla mas meje. Jo më kot kam thënë që me arrestimin e Belinda Ballukut, ose procedimin domethënë që i bëhet Belinda Balluk, mos ta paragjykojmë arrestimin. Por ajo që unë kam thënë është i dyti rast që zëvendës kryeministri një i hequr, si ishte zëvendës kryeministri, ndërsa kjo është zëvendës kryeministri në detyrë. Dhe asgjë nuk mund të bëhet pa firmën dhe pa dëshirën apo pa urdhrin e Ramës. Dhe kjo në të gjitha vendet ku kjo ka qenë dhe ka bërë qoftë inaugurimet, qoftë promovimin që ka bërë, gjitha i ka bërë me Ramën në krah. Kështu që Rama është i përfshirë në këtë lloj afere totale, sepse të gjithë raportet e Departamentit të Shtetit e nxjerrin Shqipërinë në një vend ku droga, krimi, pastrimi parave janë të dukshme dhe të bëshme. Por ajo që është më kryesorja, duhet të shohim pak edhe urdhrin që ka dhënë Trump për sekuestrimin pasi edhe gjykata e aprovoi, domethënë sekuestrimin e pasurive të shqiptarëve, dhe kur flasim për shqiptarët u flitet për kryeministrin e Shqipërisë, ai ka asete të mëdha në Amerikë. Por që nuk flitet e nuk bëhet asgjë. Gjithsesi, më them se Balluku nuk ka rëndësi se për çfarë akuzohet. Nuk ka rëndësi se për çfarë akuzë merr sot apo nesër apo pas nesër, nuk ka rëndësi fare. E rëndësishme është që të ketë një akuzë, të nisi procedimi penal. Pastaj aty fillojnë hapen letrat. Do ndodhi një Erion Belin. U trupua sikur ishte për lekët e shoqës, pastaj dolën aferet e tjera. Mos harrojmë se aty janë dosje të panumërta që janë të politikanëve kryesisht, po gjithmonë të lidhura me këta oligarkët e partisë, që unë ta them janë oligarkë partie, që cakto partia oligarkë, apo me krimin e organizuar. Mos harrojmë se ndalja dhe zbërthimi e Kroçatit ka qenë një gjë shumë e madhe për vetë Spakun, apo edhe për FBI-n, organet e tjera nëpër Europë, jo më kot Europa kur mori vendimin që këto do jenë prova, jo indicie, po do jenë prova, sepse nëpër Engroçate e Skaj dalin emrat e të gjithë politikanëve dhe të lidhur me banda, me krimin kryesisht, dhe dalin gjithë emrat e këtyre aferat. Unë jo më kot ju thash, mafiozi më i madh italian ka qenë në Shqipëri, dhe askush nuk e deklaron, dhe askush pse ka hyrë në mënyrë kontraband. Dhe pse ai u dorëzua para 2 vjetësh në drejtsinë italiane, se do të shpëtonte kokën. Por të gjitha janë bërë sepse ai merret me tunelet, me rrugët, me këto. Do shihni se do dalin shumë gjëra. Jo më kot ju pa ta thënë në një intervistë kur doli që Erion Belia është marrë ka dalë domethënë natën, jo më kot ju thash janë forca madhore që e nxjerrin, ose prokuroria italiane ose FBI-ja e ka marrë pyetje atë natë dhe kaq. Po, e mbaj mend, Kush e ka marrë nuk e di, po një nga këta e ka marrë domethënë pyetje. Pikërisht jemi në këto kushte që Rama do mundohet me çdo kusht të qëndrojë në pushtet duke shitur çdo gjë, por harron atë pjesën që duke hequr tullat shtëpisë bie tavani komplet, pastaj bie vet, nuk ka nevojë edhe të ashu. Qartë. Shohim se si do shkojmë. Dua ta vazhdoj pak duke kaluar te një çështje tjetër që është raportimi i kreut SPAK Altin Rumani në Kuvendin e Shqipërisë. A mendon që do prek në një nga këto çështjet që sapo më theti mua në raportimin e vet, apo do të jetë diçka formale, pavarësisht tensionit dhe faktit që ndoshta deputetët, sidomos ata të opozitës, bëhet fjalë, nuk do të lejojnë që ti bëjnë pyetje ndoshta. Tensionit aty
atë lojën, atë teatrin parlamentar që jemi mësuar të shohim. A do ketë diçka substanciale si raportim? Absolutisht jo. Absolutisht nuk do ketë asgjë, sepse nuk mund dali, unë ja u kam thënë edhe kur ishe në komision Dumani që u raportua, unë ju thash, Dumani nuk mund nxjerrë sekretet shtetërore, nuk mund nxjerrë se kush nga ata deputet që janë të shumtë aty brenda, se ata kanë edhe një gjë, atë që kam thënë herën e parë, unë i qëndroj totalisht. Ai parlament është një konflikt interesi me SPAK-un, sepse shumica atyre kanë dosjet në SPAK. Dhe nuk mund dali tashmë ky që është në hetim të kërkoj hesap prokurorit dhe të nxjerrë prokurori se çfarë ka ndodhur edhe çfarë po ndodh me hetimin e tij apo të kolegëve të tij. Kjo është nonsens. Në fakt sapo më thon lajmi i fundit që nuk e pas kanë lënë që të raportoj fare dhe seancat që kanë mbyllur siç ndodh zakonisht. Po patjetër nuk do ta lënë që të raportoj për një arsye shumë thjeshtë, sepse edhe në atë raportim që do të thotë për ciptasi, unë jam i bindur që do ta bënte edhe raportimin do ta bënte për ciptasi. Domethënë për ciptasi jo në kuptimin për të kaluar radhë. Por në hetim nuk mund, ne jemi në kontakt me prokurorinë dhe kur vjen puna prokuroria është hermetike edhe me avokatin që ka çështjen, jo më me një person i cili ka dosje në prokurori. Dhe ky person dëshiron të kërkojë hesap prokurorit se ku jeti me dosjen. Mos harroni është e njëjta skem që ndodhi me News 24-ën. Po. U dynt dhe mori të gjithë ato çfarë kishte News 24 aty, gazetarët që kishin fleshet, kompjuterat në thet, thash, dhe praneu u bë gjithë ajo gjurdis, se mas 3 ditësh nuk u dëgjua më se çfarë ndodhi me atë televizion, po ta marrim kështu, Po ai mori të gjithë materialet duke për të marrë informacione se ku ishte SPAK-u, sepse ka shumë gazetarë aty që komunikojnë me SPAK-un. Dhe ai kërkoi të merrte këtë lloj materiali, nuk ishte se kishte gjë me institucionin, me gazetarina, me më thash. Ishte thjesht për të marrë materiale për ditë ku është. Dhe kjo gjë kërkohet edhe në aty. Por ka dhe një problem tjetër, se aty Dumani mund dilte edhe me emra konkret, edhe me ato të paktën që janë të bërë deklarative. Supozojmë Ilir Meta është i bërë deklarativ, Erion Belia i deklarativ. Po. Është deklarativ. Pra janë Beqa po gjithashtu. Domethënë janë deklarativ. Ai mund të flisë për ata që janë deklarative, që edhe nuk ka asgjë të keq për ato të thoshte për shkakun që ka shkuar në gjyq, ka bërë këtë, kemi bërë këtë hetim, ka ndalë këtu. Po gjërat për cipt. Jo gjërat thelbësore, se gjën thelbësore ai nuk mund ta nxjerrë në treg. Dhe kjo është, domethënë, ajo pjesa, tash fitojmë, është edhe që politike kjo tani. Kjo futet tek loja politike. Që ta bëjmë, ky të bën sikur vjen, ne bëjmë sikur nuk e lejojmë, gjërat mos dalin, nëse dalim aty të themi që Dumani nuk e dha atë, se Partia Socialiste e mbron Dumanin, vazhdojmë me teorinë se Dumani komandohet nga Rama. Unë ja u them prapë që marrëveshja që është bërë me FBI-n dhe me DEA-n amerikane dhe me SPAK-un, vërtet FBI-a dhe DEA nuk mund të veprojnë në Shqipëri, por nëpërmjet SPAK-ut ata e kontrollojnë totalisht gjendjen dhe situatën se si është në Shqipëri. Do prekin majat e piramidës së shtetit. Unë ju kam thënë deri në dhjetor këtu deri në fund vitit, domethënë këtu duhet pastru gjëja, se nuk ecën më. Nuk kam më se ku shkon më, është bërë gjëja më e keqe e mundshme në Shqipëri dhe po ta veni re, Rama ka filluar ta lëshoj dorën shumë. Ka filluar tashmë të bëjmë edhe të projektin e maleve, më thënë, sepse ai është i qartë që në çdo qeveri nesër që do vi, do gjej gropa të zeza që do paguhen nga shqiptarët. Dhe ata tashmë po e fusin Shqipërinë në një kolaps akoma më të madh. Qartë. Pa qëllim kam thënë që çdo sekondë i qëndrimit të tij në pushtet është një katraur për Shqipërinë, është fatkeqësi kombëtare. Do vi dhe tek çështja e territorit, do vi se e kam si pyetje. Po përpara se të vi aty dua të flasim pak për raportin përfundimtar të OSBE-ut Dirit për zgjedhjet e 11 majit, i cili ka shpërfaqur shumë problematika. Sigurisht, po nga ana tjetër duket është të paktën deklarativisht e kënaqur, sepse ka konfirmuar akuzat e opozitës. Okej, kjo
kjo nuk është gjë e vogël në kuptimin e përpjekjes së opozitës në atë betejën e vet politike për të fituar legjitimitetin e akuzave. Po nga ana tjetër, çfarë ndikimi ka ky raporti OSBE Odiri? Duket sikur jeta vazhdon njësoj. Raporti OSBE Odiri do ishte vërtet do ishte bombë, po të themi në politikën shqiptare apo në jetën e shqiptarëve, nëse ai raport do të ishte urdhërues, themi. Por ai është raport konstatus, po. Ai është konstatus, por tashmë unë ngre pyetjen, a ka shqiptarë që nuk i dinte ato çfarë thotë raporti OSBE Odirit? Vështirë se ka shqiptarë që nuk e di. Të gjithë e dinë. A dihenin këto lloj problemesh para se të bëheshin, të nisnin votimet? Dihesh. Pra, nuk është gjë e re që raporti OSBE Odirit ka dhënë një perceptim të ri i cili do ndikojë në jetën e qytetarëve. Unë jo më kod ju kam thënë që duke bërë sa më shumë që krijojnë skandale, sa më shumë që dalin në dritë njëri pas tjetrit, shqiptarët ju ka vrarë veshi me skandale. Ju ka vrarë veshi atë që kam thënë që këtu në Shqipëri, si në asnjë vend tjetër, është vlefsuar mëndërisht edhe monedha. Edhe leku këtu është vlefsuar mëndërisht. Pse? Sepse këtu flitet me miliona, nuk ka vend botë që të diskutosh miliona. Kur ulesh në tavolinë 1 milion euro, 2 milion euro, 20 milion euro, 100 milion euro, duket sikur janë 100 lekë. Po. Ky popull, dhe pse nuk ka bukë të haj, ka një varfëri ekstreme, këtu paraja është vlefsuar dhe kjo është gjë më e keqe që është bërë. Dhe skandalet të cilat janë të llojeve të ndryshme, ku ka skandal më të madh se ti të dalësh në raportet e Odirit, të kësaj dashit, dhe të quhesh vendi i parë, domethënë që pastron drogun, pastron paran, je i gjithë kapur, kryeministri i cili është i lidhur me mafian, është i lidhur me agjenturat e huaja, tashmë gjeni një vend tjetër që mund të kenë këto lloj gjërash dhe ai qëndroi kryeministër. Mirë, po janë aq të shumta gjëra, sa ky popull nuk ka më fuqi, është bërë monotone, të themi. Është bërë gjë monotone, nuk pa rëndësi fare. Sepse pas këtij skandali do dalë një skandal tjetër. Domethënë, doli raporti OSBE Odirit, plasi skandali i aeroportit Vlorës. Harrua, u anashkalua. Del një video, vem videon tjetër. Hedhim një video tjetër. Për të bëjmë atë tjetër. Dhe në Shqipëri, për ne them, në Shqipëri nuk bëhet politik, sepse bësh politikën, pastaj ai raport, nëse do kishim vërtet një opozitë konstruktive, një opozitë e cila do kishte besimin e popullit, dhe ai raport do ta lidhte në sekond qeverinë. Po si do ta hedhi? Kush është ndikimi i atij raporti? E lexuam raportin, dakor, çfarë do bëjmë? Çfarë do ndodhi? Domethënë, pasoja kush është? S'kemi asnjë pasojë. Do dalim në parlament, do të bëjmë bla, kot. Kaq, deri këtu, do dalim konferenca shtypi, mbushim me konferenca shtypi, apo me televizion, unë ju pa ta thënë kur doli raporti. Do shihni tashmë, që do dalin në studio televizive dhe do fillojnë raporti. Po çfarë prodhon? Kush është rrugëzgjidhja? Pra opozita nuk jep rrugëzgjidhje. Nuk jep atë kauzën se si duhet të shkosh. Që ta ngrej popullin, ta bëj popull. Nuk mund dalësh mas ti raporti e thosh ti tash e ka në dorë populli, dali populli në rrugë. Po si do dali populli në rrugë? Kur ti e ke mbaj deri tani. Ti ke thënë që në shtatorën do bëj revolucion, do bëj këtë, do bëj atë, ku erdhi puna nuk bëri asgjë. Qartë zë. Kjo dolim sepse ai raport vërtet tha, po nëse ai raport tha, atëherë opozita gjëja e parë që duhet të kishte bërë politikisht, duhet të kishte thënë ne nuk marrim pjesë në zgjedhje. Sepse raporti OSBE Odirit është i tillë. Dhe ne me Ramën kryeministër nuk marrim pjesë në zgjedhje, nuk e bëri. Po u tërhoq nga zgjedhjet, duke nxjerrë një kandidat të pavarur, që vetëm kuptimin e fjalës pavarur tek politika unë nuk e kuptoj. I pavarur nuk di. Dhe nuk ka njëri që mund të jetë i pavarur. Që mund të thush nuk është antar i partisë, a njërën tjetër, gjë tjetër, po i pavarur, koncepti pavarur.
ç'është ky i pavarur. Por duke heq vetën, duke u tërheq nga zgjedhjet, po tërhoqte në një mënyrë finore të themi. Pra nxorën një njeri tjetër aty, që thash pretendon se është i pavarur. Tash vetëm që punon tek një televizion, ku është i opozitës, të mund të quhesh i pavarur. Vetëm kaq ky fakt. I lem tjera. Tash unë dhe tjera, i lem tjera. Po vetëm këtu ti punon te ky televizion që është i opozitës, që është i shpallur i opozitës. Tani si ka mundësi ti që je i pavarur, nga gjetën ty këta të pavarur. Dhe pse dole ti? Kush ishte arsyeja që doli ti? Se ti nuk ke ndonjë aktivitet politik. Qoftë edhe personal flasë. Pati në fakt edhe një përplasje me Ramën kandidati Binaj. Përplasje verbale dje. E pyetja ime është kush është, domethënë Rama tha që opozita ka gjetë një aktor për ta nënshmuar, po themi kështu. Pyetja ime është kush është aktori i vërtet nga këta dy, Rama apo Binaj që e ka imituar? Dgjoj, aktori i parë është Rama. Aktori i dytë është Binaj, që imiton Ramën. Ja, e kemi dhe në ekran, po. Liste ka bërë humorin, ka hap fushatën, ka bërë këta, këta janë, dhe këta quhen pavarur. Por nuk mund quhesh i pavarur.